besoj se s'po ka vullnet nga partitë politike, këta kanë me shku në zgjedhje, edhe këto zgjedhje kanë me zgjatë qashtë, si kur vitin e kalum, ky është interesum me s'pi përgjigj kërkuj Albini, ky me uheq me shtetin, me miliarda që i ka, me s'pi edhon përgjithsi kërkuj, edhe të nestra me hjapet zgjedhje, mi ndo Sadakin popullit edhe theja pet me fitu zgjedhjet. Edhe i ka 4 miliard për atë punë dhe po supozoj që e keni mirë. Çështja tjetër që është ka diskutuar është a bëhet kvorumi, a bëhen 80 veta. Pse ka nevojë mu bë temë që kjo nëse shkruan në vendim gjykatës kushtetuese që ti duhesh me votu. A është shkelje kushtetutës nëse s'voton? Jo, nuk është shkelje kushtetutës, se këta cekin vetëm një pjesë kushtetutës. Djetë vërtë mirë, deputeti mundet mes me ardhë në parlament 6 mujtit, mas 6 mujtit ka sankcion. Nuk ka tjetër sankcion për deputeti. Jo, s'ka kur farë përgjësie. Vendimi është se je prezent në salë nuk votan. Atër e ki 3 mundësi për më votu, po këta pe kesh përdojnë, ata po dhe një, duesh, jo, është dispozit e kjartë kushtetutë, ku thotaj deputeti mund mundoj 6 mujë, pas 6 mujë edhe zhgarkohet për i cilësis deputetit, kështu se kjo... Si vjen që shkonë në seancë? Si se ka problemat mund, pse me ja plëcu? A i duhet, se problemi është se këtu duhet me pas kompromis, duhet me pas konsensus parti politike, vullnet me pas për me arrit kompromis. Po shqet kjo është si dejta në përshamull vetë kryeministri, kryetari VVS, nuk ka asjemen. Asjemen se ka. Kjo do të thëtë se ajo ka lulojna. O, tash po mundet me lujt. Edhe në Përmendi Muratit, pasi Murati refuzoj. Po do përmend pasi. U vret që a i gore ke. Po, dy, qysh me thonë, shpjegime jënë, edhe dyja të bazohen në një faktor, në një emnus për bashkët që është tuta. Dzeni po folë për tutën e opozitës për me shku në zgjedhje, edhe faktin që për qëtë punjon ka durojnë presionin e vetë vendosjes, Lavdimi po folë për tutën e Albin Kurtit me kryna i punë, ose me zbatuna i marrëveshjen ndërkombëtare edhe për çdo po i konvenon me zvarrit venin me dërgu 4 herë në zgjedhje mrena 2 vjetëve. A ka naj, qysh me thonë, shtys në racional në qëtë politikë të Kosovës, apo i tutë me rëmendim? Jo, i respektoj mendimet e të dyve, mirë po spajtora mas njerën që tuta i vendos këto parti se çka do të bëjnë. Nëse Shkilzeni thot që do të zgjedhet Glauko Njuca president, atëherë detyrimisht partitë opozitare në t'ja nëjnë qelsin zyreve të tyre dhe t'im qelin partitë. Në basë qëndrimeve që i kam pas deri sot, mas nesër me hy këto partije me votu Glauko Njucën, është e pamundur. Për mendimin tim, dorsa logjika eme nuk është shnosh. A tha që zgjidhet president? Kjo po thot ja Glauku ja zgjedhje. Ja Glauku ja zgjedhje. Ka Glauk. Mirë të? Kështu që unë nuk mendoj që është detyrimisht frika ajo që i shtyjnë partit në vendimare të caktuara. Unë prapë them, shpresoj që nuk do të shkohet në zgjedhje, mirë po nëse bazohemi në deklaratat publike deri në këtë moment,